ndërkohë që vetëm 38% e birrës së konsumuar ka qenë birrë vendase. Për më tepër, konsumi i birrës së importit ka ardhur në rritje. Në vitin 2021, birra e importit zinte vetëm 55% të konsumit, ndërsa para pandemisë rreth 50%, ndërkohë prodhimi i birrës vendase ka njohur një ulje me rreth 8%. Ndërsa në Shqipëri turizmi zgjerohej në të njëjtin trend me ulje si birra ka përjetuar, kështu dhe prodhimi i produkteve dhe non-produkteve bujqësore, përveç se peshkut, vezëve dhe mjaltit, të cilat në fakt duhet të kishin një rritje duke mbështetur qëndrueshmërinë e ekonomisë turistike. Pra zgjerimi i turizmit në vend që të zgjeronte tregun e produktit vendas ka ulur atë, duke zgjeruar tregjet e produkteve të importit. Sipas Instat, në 9 muajt e parë të 2024-s, ku përfshihet sezoni turistik, Shqipëria arriti të shes 38.5 miliard lekë ushqime, pije dhe duhan, ndërsa ka bler nga tregjet e huaja 117 miliard lekë produkte, pra gati 4 herë më shumë. Nëse vendi vazhdon të rrisë importet dhe të përjetoj ulje të prodhimit vendas, për pjesën më të madhe të mallrave dhe produkteve thelbësore të cilat konsumohen në territor, zgjerimi më teshëm i turizmit do të shoqërohet me inflacion. Ky presion inflacionist ul mirëqenien e popullatës dhe rrjedhimisht konsumin e saj. Ndaj dhe ndërsa në 2023-shin, turizmi filloi dukshëm të zgjerohej, rritja e konsumit ishte në nivelet më të ulta që pas pandemisë. Vetëm tapat kanë fatin që të pluskojnë në sipërfaqe dhe nëse mendohet pak më thellë, realiteti tregon se edhe sikur ta fitoj Champions League e turizmit të matur nga numri i turistëve, pa një ndërhyrje urgjente me vendimarrje publike dhe private të informuara, turizmi do të jetë jo vetëm kali i zgëlaçur i rritjes ekonomike, por fatkeqësisht aty do të vazhdojnë lehtësisht dhe me dritë shkurtësi të alokohen burimet financiare dhe njerëzore, duke dobësuar fuqinë dhe aftësinë e sektorëve të tjerë, të cilët janë një mundësi reale për zhvillim të qëndrueshëm. Kur lajmëroi uljen e çmimit të energjisë me 10% për familjet me konsum nën 700 kW në muaj, Edi Rama e cilësoi vendimin një ngjarje historike, e cila u bë e mundur fal suksesit të madh të reformës energjetike. Një arritje nga më domethënëset e qeverisë son uljen e parë në historinë e këtyre 35 viteve të çmimit të energjisë elektrike. Mbi 1 milion konsumator abonent do të paguajnë një çmim të ulur, të saj fal një suksesi kuptim plot në një rrugë nga Humnera në majën e Shqipërisë 2030, tha kështu shefi qeverisë. Zëvendësja e tij Belinda Balluku ishte edhe më specifike, teksa rënditi treguesi të përmirësuar të sektorit energjetik. Ja kemi dalë sepse kemi ulur humbjet 17.93% krahasuar me 46% që ka qenë në 2012. Element tjetër, norma e arkëtimit ka ardhur në rritje. Në 2013 ishte 65% e energjisë së shitur, jo asaj të prodhuar, 45 shkonte në humbje, tha ministri i energjisë. Por suksesi energjetik i trumbetuar nga qeveria është në fakt një realitet virtual që ekziston vetëm në kokën e kryeministrit dhe zëvendëses së tij. E vërteta është se sektori është i zhytur në një mal borxhesh dhe OSHE ka shpallur pamundësinë për t'i shlyer ato. Në botën reale ky quhet faliment. Për shkak të situatës së rënduar financiare dhe malit të madh të borxheve që kishin kompanitë publike të energjisë në vitin 2018, korporata elektroenergjetike shqiptare u detyrua me bekimin e qeverisë që të merrte një kredi të madhe prej 220 milion eurosh nga Bergj, por kesh nuk ishte mjaftueshëm të ardhura për ta shlyer borxhin, ndërsa ajo nuk rekuperonte dot borxhet e mëdha që OSHE kishte ndaj saj. Në atë kohë, OSHE detyroi keshit vlerën prej 51.4 miliard lekësh ose mbi gjysmë miliardi euro me kursin aktual. Me kushtin e Bergj, qeveria i detyroi dy kompanitë publike që të lidhnin marrëveshje për shlyerjen e detyrimit. Marrëveshja përmbante një aneks të veçantë në skedulin e kësteve, sipas të cilit OSHE do të paguante rreth 17 milion euro në vit tek kesh për shlyerjen e detyrimeve, veç pagesave korrente për furnizimin me energji. Por OSHE falimentoi që në vitin e parë dhe sipas të dhënave të bëra publike nga kontrolli i lartë i shtetit, në vitin 2018 OSHE pagoi vetëm 5 milion euro nga 17 që duhet të paguante. Në vitin e dytë pagoi vetëm 9.7 milion euro nga 17 milion, ndërsa në vitin e tretë pagoi 7.6 milion nga 17 milion. Pra për 3 vite së bashku nga 2018 deri në 2020, OSHE pagoi kesh vetëm 22 milion
euro nga 50 milion euro që duhej të paguante. Përballë dështimit të marrëveshjes, për shkak se OSHE nuk paguante në gusht të vitit 2021, marrëveshja e borxheve u amendua sërish, por amendimi ra dhe më shpejt se marrëveshja bazë për periudhën 2021-2024. Detyrimi që OSHE duhet i shlyente keshit ishte 90 milion euro, por u shlyen vetëm 20 milion euro, duke lënë të papaguara 70 milion euro, thot KLSH në raportin e saj. Me pak fjalë, OSHE ka shpallur zyrtarisht pamundësinë për të shlyer borxhin që ka ndaj kesh. Aktualisht ky borxh ka arritur në 620 milion euro sipas KLSH-s, pasi gjatë periudhës 2018-2024 mes kompanive janë krijuar detyrimet të tjera. Borxhet nuk janë thjesht shifra të cilat shkruhen dhe qëndrojnë në copa letrash, ato kanë pasoja financiare, pasi në një mënyrë apo në një tjetër paguhen, dhe qytetarët shqiptar po e paguajnë karamelen elektorale të uljes së çmimit të energjisë, dy fish në krahun tjetër, përmes arkës së përbashkët të shtetit. Vështirësia financiare dhe mungesa e theksuar e likuiditeteve ka detyruar kesh t'i kërkojë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë mbështetje buxhetore me qëllim përmbushjen e detyrimit për shërbimin publik të ngarkuar, mbështetje alokuar për shoqërinë nga Ministria e Financave nëpërmjet huaz buxhetore në vlerën totale 68 milion euro në vitin 2022, vëren kështu KLSH. Por kredia 68 milion euro e arkëtuar nga buxheti i shtetit nuk është kostoja e vetme, të cilët shqiptarët kanë paguar. Në të njëjtin vit qeveria injektoi kështu edhe 20 milion euro të tjera nga buxheti si shtresë kapitali për KEH-n për ta shpëtuar kompaninë nga falimentimi. Mbi këto duhet shtuar edhe kostoja kapitalit, të cilën e llogarit më së miri KLSH. Sigurimi i fondeve shtesë në buxhetin e shtetit është realizuar duke rritur borxhin e brendshëm dhe duke ju referuar të dhënave të Ministrisë së Financave. Kosto mesatare e borxhit të brendshëm për vitet 2022-2024 nuk ka qenë asnjëherë më poshtë se 4%. Kosto financiare likuiditeteve që OSHE detyrohej keshit për të paguar, por që u plotësua nga buxheti i shtetit nëpërmjet instrumenteve të borxhit të brendshëm, është në vlerën 6.3 milion euro. Mosveprimet nga OSHE për shlyerjen e detyrimeve ndaj keshit për periudhën 2022-2024 kanë sjellë shpenzime pa eficiencë nga buxheti i shtetit në vlerën 6.3 milion euro, saktëson KLSH. Me pak fjalë, ulja shumë trumbetuar e çmimit të energjisë për familjet shqiptare kishte një efekt për 31 milion eurosh në vit, por vetëm në vitin 2022 kesh hëngri gati 100 milion euro nga paratë e taksave të shqiptarëve. Pra në një vit të vetëm shqiptarët paguan uljen e çmimit të energjisë për 3 vite. Për më tepër, këto shifra nuk e tregojnë të gjithë realitetin falimentar të sektorit energjetik, pasi veç parave që kanë ngrënë nga buxheti, kompanitë publike të energjisë kanë rritur edhe më tej borxhet e tyre, që do të paguhen sërish nga qytetarët në të ardhmen, ose përmes buxhetit ose përmes investimeve të munguara në rrjetin energjetik apo çmimeve të larta. Populli shqiptar ka një thënie shumë të mençur: kur vete borxha 1000, fukaraja ashtron me mish dhe oriz. Kjo është ajo që ka bërë qeveria në sektorin energjetik. Borxha ka vajtur 1000 e kacafiu. Qeveria përveç se orizit ka shtuar dhe havjar, por kjo është fuqia propagandës. Vetëm ajo ka forcën që ta shndërrojë dështimin falimentar në një sukses historik dhe arritje domethënëse. E megjithatë, realiteti është aty. Sektori energjetik i Shqipërisë është i marrë fund nga malet e mëdha të borxheve, të cilat vërtiten nëpër defteret e shtetit dhe ku qeveria bën sikur nuk e sheh. Por sërish, borxhet nuk janë thjesht numra nëpër defter, ato paguhen thjesht pak më fshehta se sa pagesat direkte të çmimit të energjisë. Kur jemi pak ditë para zgjedhjeve të 11 majit, me gjaz do të nisin siç ka ndodhur shpesh deklarimi haptazi i votës. Kuptohet se për opozitën ka ndrojtje për ta shpallur, duke qenë se njihet se malinje, hakmarrëse dhe represive është qeveria. Por për habinë të gjithëve, vota e parë që u manifestua pro Partisë Demokratike erdhi nga ai që pritej më pak, nga vetë Edi Rama. Ai jo vetëm është dakord me programin e demokratëve, por do të bënte edhe ai të njëjtën gjë. Paraqiti autokratutsi si ide të tij të fije përpej propozimet e opozitës. Pra ai është tërësisht dakord me minimumin jetik 200 euro, me rritjen e pensioneve mbi këtë bazë, me pagën minimale 500 euro dhe me pagën mesatare 1200 euro. A mund të gjente PD-ja dhe Sali Berisha zëdhënës më të mirë për platformën e tij se dikë që ka aksesin e Edi Ramës në media? Vështirë se mund të gjente. Shefi i Rilindjes u ka thënë atyre të radhëve të tij që ta përkrahin programin e Partisë Demokratike. Dikush i cili ka udhëhequr për 12 vite qeverisjen më të korruptuar në kontinent, sigurisht që nuk i ka qelizat për t'u
skuqur për një plagjatur apo vjedhje programi. Nëse po tenton t'i bëjë qesharake ato propozime, duke i nxjerr nga goja e tij, sërish nuk i ka bërë llogarit mirë. Projekti i Partisë Demokratike është totalisht i realizueshëm. Edhe më skeptikët edhe të majtët e dinë mirë se nëse është fjala për të bërë këtë përmbysje në paga dhe pensione në zhdukjen e varfërisë, do t'i besonin jo atij që e solli këtë gjendje deri këtu dhe që pati 3 mandate kohë për ta korrigjuar dhe kur nuk e bëri, por do t'i besonin atij që edhe në të shkuarën e ka jetësuar këtë transformim. Me shpalljen gjasme të programit, Edi Rama shtoi edhe 1 metër në fasadën e tij, asgjë më shumë, pasi në realitet ai po tregon çdo ditë se modeli i tij janë kullat dhe vetëm kullat. Këto ngrehina pasurojnë një grush njerëzish edhe më shumë, fusin para të pista në kate të larta, por nuk sjellin asgjë për njerëzit, për ekonominë. Pensionet dhe pagat nuk rriten me gredaqela dhe as me rezorte. Ato rriten me rritjen e ekonomisë, me çlirimin e tregut, me hapjen e garës, me taksën e shesh dhe me thjeshtimin e burokracisë. Nuk ka dyshim se disa prej këtyre projekteve me rokaqiej, me rezorte janë interesante, po ato nuk reflektojnë pulsin real të trupit të rrëzuar, të mpakur, të shoqërisë tonë dhe të vendit tonë, ku një pjesë e madhe e shqiptarëve nuk mbyllen dot muajin. Çfarë u thon atyre lajmet për rrezullime të reja të luksit, të betonit dhe të qelçit? Edi Rama po tregon se ai është i vendosur të ndjek të korsi, se ai ka interesa të grusht klientësh rreth tij dhe për të nuk ekziston pjesa tjetër, por në datën 11 maj janë pikërisht të harruarit, të shtypurit, të braktisurit që do ta thonë fjalën e tyre. Dikush mund të ketë marrë truall publik, leje të re, rezort të ri, por ai ka vetëm 1 votë. Është shumë pak për ta mbajtur në pushtet një maskarat të tillë. E diela e 2 e majit do ta tregoj këtë. Me Batonin replikoj çdo natë publikisht në emisionin tim, jo për hir të debatit, por se në shumë çështje kemi qëndrime krejt të kundërta. Një artikull e replik të tij mbi debatin në studio për një shkrim të tij më bëri që të reflektoj mbi qëndrimet e tij për te debatit televiziv. Kolegu dhe miku im Baton më akuzonte se kisha kundërshtuar tezat e tij pa lexuar artikullin. E vërtetë është, nuk e kisha lexuar, por thjesht pretendimi i tij se Ramos i duhej edhe një mandat tjetër për të bërë Shqipërinë evropiane e bën të leximin e artikullit të panevojshëm. Për shkak të replikës, ju riktheva artikullit për të parë argumentet e tij. U bëra pishman, nuk kishte asnjë argument. Njësoj si Rama që nuk ka program. Në artikullin e parë miku im Baton na thoshte se Ramos i takoi një mandat i 4, se kishte parë një prezantim të tij me gjas në PowerPoint dhe ishte mbushur mendja. Pasioni religjioz i tij për të paraqitur Ramën si liderin ton, që do na çojë në Europë, më kujtojnë të njëjtin pasion me të cilin promovon të ndarjen e Kosovës dhe idenë se Hashim Thaçi është një shqiptar i madh. Se si shkoi historia ndarjes së Kosovës dhe e Thaçit, tashmë dihet. Batoni thoshte se tek prezantimi i Edi Ramës kishte parë një rrëfim të vendit që po del nga errësira e tranzicionit dhe po sheh veten në pasqyrën e Evropës. Duke shtuar se tek ai prezantim ai kishte parë një ide konkrete se si Shqipëria mund të jetë moderne, efikase, e pasur dhe në fund evropiane. Ku e pe Baton? I magjepsur nga prezantimi, Batoni shprehet se kur sheh me vëmendje prezantimin e tij, nuk shet diktatin e zakonshëm të pushtetit, por një formë të re të qeverisjes që kërkon të bind, jo me frikë, por me përparim, dhe se përballë kësaj, kritika tradicionale humbet pesh, mbetet pezull. Baton, nuk e di se në çfarë universi paralel jeton ti, por sa i përket diktatit dhe frikës, unë mund të tregoj jo një, por mira shembuj se si administrata publike kërcënohet me vendin e punës, nëse nuk siguron 5 vota familjare. Kjo shkon edhe për bizneset private dhe punonjësit e tyre. Hajde Baton bëjmë një eksperiment. Marrim një biznes privat që pret Sali Berishën dhe do të shohim se brenda 48 orëve aty do të zbarkojnë tatimorët. Për çfarë lirie dhe përparimi e ke fjalën? Kjo është ajo që ti quan se kjo burokraci po modernizohet dhe po efikasizohet si pjesë e vizionit evropian. Pastaj Batoni thot se është e vërtet se vendimarrja ka centralizim, por se ky centralizim ka sjellë rritjen e pagave, reformimin e arsimit dhe shëndetësisë. Baton, seriozisht e ke? Flet për arsimin dhe arrestimet si sukses në të njëjtin artikull. Ti e quan zhvillim dhe arritje se mburremi për burgjet që hapim dhe shkollat që mbyllen. Ke bërë ndonjëherë analizë se sa është numri i personave në burg në raport me popullsinë? Po sa është numri i shkollave që janë mbyllur në këto 12 vite? Po numri i nxënësve që janë larguar nga vendi bashkë me familjet e tyre? Ke parë ndonjëherë vlerësimin e PISA të studentëve tanë? E di që kemi nxënësit më injorant në Evropë. E di që në vlerësimin e vitit 2024, nxënësit tanë rankoheshin midis Indonezisë dhe Guatemalës. Merr kurajën dhe flet për sukses dhe zhvillim në shëndetësi.
Ty me siguri të duket Vilma Nushi si Marie Curie, se ndryshe nuk ka mundësi. Çdo shërbim shëndetësor është dhënë me koncesion dhe çdo koncesion është në hetim penal. Ministri i Shëndetësisë në Burg, pasuesi i ati në hetim, dhe ti flet për suksese në shëndetësi. Në kohën që ti shkruaje për sukseset në shëndetësi, Syri Televizion dha një emision ku tregohej se të sëmurët me kancer ktheheshin mbrapsh se nuk kishte ilaçe. Në të njëjtën kohë, Edi Yt, në vend që të siguronte ilaçet, inauguronte një investim disa milion euro për një hotel dhe park në ambientet e spitalit Nën Tereza. Ku është zhvillimi Baton? Tek tenderi 10 milion euro për hotelin apo mungesa e ilaçeve për kimioterapi? Në mungesë e një argumenti si programi Ramës, Batoni e mbyll artikullin i egzaltuar se Shia e Bashkimit Evropian është përkthyer në gjuhën e një vendi të vogël që ka vendosur më në fund të jetë i madh në vizion. Në cilin vizion? Mund të duket i madh në televizion, por jo në vizion, sepse në vizion nuk është as i madh e as i vogël. Vizioni të cilit i referohet Batoni nuk ekziston fare, apo është pasaporta evropiane e vitit 2030. Boshllëku në artikullit të parë, Batoni mundohet ta mbush me artikullin e dytë si replik ndaj meje. E vetmja gjë që bie dakord me Batonin në artikullin e dytë është që po, me një mandat të katërt, Edi Rama do t'i bëjë shqiptarët me pasaportë evropiane, por jo duke integruar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, por duke larguar edhe këta pak shqiptar që kanë mbetur. Baton, shqiptarët tashmë janë evropian, edhe me pasaportë. 480.000 shqiptar kanë pasaportë italiane, 600.000 kanë pasaportë greke, rreth 500.000 të tjerë janë në shtetet e tjera me pasaportë apo në proces të marrjes së pasaportës evropiane. Këto janë shqiptarë që ikën në vitet 90 nga varfëria shkaktuar nga regjimi i partisë së Edi Ramës. Janë edhe 1 milion të tjerë që kanë ikur nga varfëria në udhëheqjen madhështore të Edi Ramës në këto 12 vjet. Nga 70% e popullsisë së Shqipërisë që kanë ikur, 40% tashmë ka një pasaportë perëndimore. 25% të tjerë që nuk e kanë marrë akoma sepse kanë ikur vonë, do ta marrin edhe ata. 5% të tjerë janë në të zezë. Batoni zemërohet me ne kur nuk e vlerësojmë teksa ai flet për vizion, estetik dhe rend. Të tre këto koncepte bashkohen tek një gjë e vetme, kullat e larta në Tiranë dhe fshatrat turistik në Bregdet. Për vizion, sepse i vetmi vizion i Ramës janë lejet e ndërtimit, për estetik, sepse Rama kujdeset vet për projektimin e tyre, për rend, sepse ato janë produkti pastrimit të parave të drogës dhe korrupsionit. Korrupsioni, thot Batoni, nuk është shpikje shqiptare, dhe se ajo prek në thelb marrëdhënien midis moralit dhe performancës politike të projektit. Korrupsioni nuk është shpikje shqiptare, por të japësh 130 milion euro për një incinerator që nuk ekziston, kjo është shqiptare. Të kesh gjysmën e kabinetit qeveritar në Burg, është shqiptare. Dhe gjysmën tjetër rrugës për aty është shqiptare. Edhe krimi nuk është pikë shqiptare, por të kesh 26 deputet dhe kryetar bashkish të një partie të vetme të larguar për shkak të dekriminalizimit është shqiptare, është socialiste, është ediramiste. Korrupsioni nuk është marrëdhënie midis moralit dhe performancës politike. Morali mund të jetë në shoqëri, në kishë dhe në xhami. Në terrenin për të cilin flasim, korrupsioni nuk është çështje morale, por është çështje penale. Në zemrën e çështjes morale, penale dhe evropiane të korrupsionit qeveritar, kemi shembullin e ngrirjes së fondeve IPAR 2 të Bashkimit Evropian. Miku im Baton, Komisioni Evropian çdo vit jep një fond në formën e grantit për AZBR, agjencinë që merret me zhvillimin e bujqësisë në vend. Pas hetimeve të kryera nga zyra e OLAF, Prokuroria e Komisionit Evropian, rezultoi se këto fonde ishin abuzuar dhe vjedhur. Si mas, Komisioni Evropian ka ngrirë plot 270 milion euro të destinuara për këtë projekt. Ka më shumë se 3 vjet që këto fonde janë të ngrira në pritje të masave që do ndërmarrë qeveria shqiptare për të adresuar problemin e vjedhjes. E di Baton se cila është masa që ka marrë qeveria shqiptare? Frida Krifca, nga titulari e atij institucioni, në vend që të shkarkohej, u promovua ministre e bujqësisë. Zyra e OLAF ka depozituar dosjen e plot në SPAK, por ndaj saj nuk ngrihet akuzë dhe as nuk arrestohet sepse i duhet Edi Ramës të kaloj një herë 11 majin. Batoni mburr Ramën se bëri reformën në drejtësi dhe se krijoi SPAK, i cili nuk ndalon më në derën e ministrisë. A nuk ishte Edi Rama ai që para pak javësh i tha SPAK-ut në konferencë për shtyp dhe mos guxoni të kërkoni telefonin tim. Për çfarë reformën në drejtësi flet ti Baton? Për çfarë SPAK-u? Ato të Irena Gjokës, e cila është provuar me dokumente zyrtare që është dënuar në Greqi, me vendim të formës së prerë, që megjithatë ka kaluar vettingun.
dhe në vend të ishte në burg për falsifikim të formularit të dekriminalizimit, ajo mbahet në detyrë se duhet të burgos Sali Berishën. Apo për Spakun që akuzon Bardh Spahin për shpërdorim të tyre, se ka shkarkuar nga puna një drejtor ujësjellsi me rekomandim të KLSH-s. Ndërkohë që për 12 vjet, shteti shqiptar ka paguar 170 milionë euro për largime të padrejta nga puna nga qeveria e Edi Ramës. Apo për atë që mbyll hetimin ndaj vëllait të Ramës, duke thënë se nuk e dim kush ka qenë në makinë me trafikantët, por nuk ka qenë Olsi, ku Sali Berisha provon me dokumenta zyrtare se ai ka udhëtuar të paktën 7 herë me makinë me trafikantët, ku Olsi thot jo 7, por vetëm një herë, dhe Spak thot asnjëherë. Për Spak që arreston Erion Velien për blerje të bashkëshortës, por jo për firmat e tij në vjedhjet e provuara prej qindra milionë eurosh. Mund të vazhdoj pafund me shembuj. Nga arrestimi i Sali Berishës, Ilir Metës, Ervin Saljanit, deri tek përndjekja e Arben Ahmetajt, tek qindra dosje ministrash, drejtorësh, të cilat mbahen të pluhurosura nga Spak. Prandaj baton, nuk ta lexova shkrimin e parë, sepse ai nuk ka të bëjë as me çështje vizioni, as korrupsioni, as pasioni, por misioni.